Pyetjet e mia konkrete kanë të bëjnë në fakt me koncesionet që do jepen, që parashikohen në buxhet. Për rrugën Milot-Thuman janë 1 miliard lek. Thuman Kashar rreth 27 miliard, Kashar Lekaj 57, Lekaj Fier 38 miliard lek për 234 kilometra rrugë. Pra, një qytetar që shkoj nga Miloti e të vi në Palas, 3 orë rrugësh, 1.3 miliard euro. Dhe nga ana tjetër, sa i përket trarve, tarifave të rrugës që duhet paguajnë, Thuman Kashar 2.1 euro, Kashar Lekaj 3.2 euro, Lekaj Fier 2 euro dhe tuneli Palasës i Llogaras, do me thënë, 5 euro. Sa i përket njerë tunelit Llogaras, më duket absurd fakti që për një tunel që është 6 km i gjatë, do paguhet 5 euro trau. Që bëhet fjalë afërsisht 1 euro për kilometër. Dhe po ti mbledhim këto, i bie që një qytetar që niset nga Miloti për të shkuar në Palas, duhet paguaj plot 12.3 euro vetëm tarifa rrugore. Pra vajti ardhje diku te 25 euro Milot Palas. Si justifikohen këto shifra? Dhe pyetja tjetër lidhet me faktin që, siç e parashikoni ju, në buxhet 27% e prodhimit të brendshëm bruto do shkoj për koncesione dhe për PPP-ra. Ndërkohë që koncesionet dhe PPP-t janë pika ku ndodh gjithë korrupsioni në Shqipëri dhe këtë e dinë dhe tregojnë faktet. 27% e prodhimit brendshëm bruto shkon për koncesione dhe për PPP, ndërkohë që për arsimin shkon 3.2%, për shëndetësinë 2.9% dhe edhe ato që e quajnë rritje pensionesh është thjesht bonusi i fundvitit që jep pjesëtojnë për 12 muaj. Si e justifikoni ju një vlerë të tillë përpara qytetarëve të Shqipërisë që duan të kurohen dhe duan të arsinohen me sisteme të rënuara? A që janë vlerat e projekteve, të parashikuesit të tilla. Siç edhe ju shpjeguam, do jepen me koncesion. Nuk jemi kompetent ne të themi pse një tarif 2.8 vajtje. Kjo është një çështje e ekipeve teknike dhe vlerësimit të ekipeve teknike dhe financiare.